Miqtë Prizmus, në këtë fushat elektorale, kohët e fundit ka filluar një sulm nga ana e Partisë Demokratike kundrejt Benet Becit. Ky sulm tashmë i orkestruar, por i drejtuar thjesht dhe personalisht ke Benet Beci mori spunto, po themi, ose mori shkak nga një shkarkim që Bashkia e Shkodrës, por i atribuohet kryetarit bashkisë, Benet Beci, i bën një prej atyre eksponentëve politik të Partisë Demokratike që punojnë në Bashkinë e Shkodrës. Dhe pastaj polemikat shkojnë që po shkarkoni pikërisht eksponent, po shkarkoni njerëz të Partisë Demokratike dhe po futni tmerr dhe terror ke Partia Demokratike, fjalë tilla të një konsumi nuk e di, deliri politik, konsumi i jashtëzakonshëm. Kur praktikisht dihet që punojnë, bile dhe interpretimi që shiko se ka njerëz që punojnë atje, edhe përgjigja që ishte e zëdhënëses Partisë Socialiste, prap sërish të interpretu, shiko po na kërcënoni, sepse po na përmendni edhe njerëzit, po futni frikën e terrorit. Përdorimi i kësaj retorike sigurisht që çon pH të Partisë Demokratike, sepse gjërat e tjera pastaj janë pak në përgjithësi të fjalëve, të fjalëve të konsumit, pikërisht të retorikës, jo kundërshtarit politik, por përdorimit të retorike, të përsëritur vazhdimisht. Me sa duket këtu është bazuar. Por po e lej këtë element. Sepse sigurisht një shkak në mos ky, një tjetër do të gjinde. Mbase mund të evitoj në një formë ose një formë tjetër, por diçka tjetër do të gjinesh. Ideja është ke sulmi ke Benet Beci, i cili sigurisht është dhe kryetari i bashkisë. Dhe normalisht në punën e tij, duke qenë edhe drejtuesi politik i qarkut, do të sulmohet më tepër, por Partia Demokratike ka zbuluar diçka, ose në Tiranë kanë zbuluar diçka. Ose në lartësitë ku bëhen planet ke Partia Demokratike, kanë kuptuar që duke sulmuar Benet Becin, sipas mendjes tyre sigurisht, mund të krijojnë atë vorbull politike që të kenë edhe përfitim. Dhe pse e bëjnë, dhe po e sqaroj. Sot që flasim, ajo ndërtimi i strukturës zgjedhore në Shkodër, në qark, po sidomos në Shkodër, është i tillë. Është Partia Socialiste, e cila sigurisht ka një trup e cila nuk luan, aty është. Mbase nuk zhvillohet kaq shumë, megjithëse ka prurje të reja, por nuk ka dhe firo. Partia Socialiste është një trup e konsoliduar, e organizuar mirë, dhe pse thonë Partinë Demokratike patronazhiste, kështu marrëzira, që kupton prapë retorik politike e pa kuptim. Ajo është organizuar dhe realisht po kthehet dal nga dal në fuqi elektorale, në një parti të një organizimi tashmë jo kapilaro sintetik i modelit vjetër, por sigurisht kapilaro sintetik elektoral. Punon si fuqi elektorale. Gjë që është e vështirë ta bëjë Partia Demokratike, e cila ka fragmentizim. Ka mbetur ajo që quhet rreth e përqark Sali Berishës. Grupimet të tjera sigurisht janë ato të cilët nuk janë dakord me Sali Berishën dhe kanë grupimin e tyre në Shkodër, që përfaqësohen nga një parti. Pastaj sigurisht përfaqësohet zoti Sheja, që nuk ka shumë mundësi që të marrë majtas, po do marrë djathtas. Dhe ka mundësi edhe grupimi për rreth LZHK-s, të cilat sigurisht nuk kanë mundësi të marrin elektorat majtas, po djathtas, pa prekur elektoratin që gabimisht e quajnë gri ose të pavendosin atë që lviz. Dhe këtu është sekreti. Sepse këtë elektorat, ky që lviz, është me Benet Becin. Dhe këtë kanë kuptuar, por e kanë kuptuar me vonesë, deri tani merreshin me fjalë të një konsumi nga
nga më të çuditshmi të retorikës politike, po me nivel të ulët, duke thënë vendosi krimi, vendosi kjo, duke hedhur poshtë në mënyrë të jashtëzakonshme aftësinë për të mbledhur pikërisht këtë lloj elektorati, ai që bën në mënyrë determinante lëvizjen, po themi profetike, e cila lëvizet dhe pushtetet. Dhe këtë elektorat nuk e ka as Partia Demokratike e Sali Berishës, as partitë e tjera, bile nuk e ka as Partia Socialiste. E ka Benet Beci. Shumë njerëz, po ti futës një sondazh të qartë në Shkodër, du t'i shtosh një element. Dhe kush është elementi? A kishe votuar për Benet Becin? Dhe sigurisht në këtë element tash hyn edhe raportet që ka ai me qytetin, të thënë po, base unë nuk dua të votoj këtë ose nuk dua të votoj atë, po kisha votuar për Benetin. Dhe pse se shohin. Normalisht që ai barazohet edhe me normalisht ai ka pjesën e ndihmës së qeverisë, është Edi Rama, është qeveria shqiptare, është PS-ja, të gjithë aty janë. Por surplus në këtë rast është pikërisht Benet Beci. Është puna e tij, sjellja e tij. Mos përgjigjet e tij të ashpra asnjëherë, mos ngatrimi i tij me retorikën politike të ashpër, ai po mban po të njëjtin qëndrim që i ka mbajtur edhe në fushatën elektorale të tij. Nuk përgjigjet ashpërsisht, nuk bën polemika, nuk sillet si një politikan partjak i cili në pikërisht retorikën politike që kene është e vjetruar, është shumë e vjetruar në gjitha anët, 360 gradë, nuk dalim dot, ne vazhdojmë para politikën, ne nuk dalim politikë. Megjithëse dikujt në emisioni thirra i bëra thirrje që të ikim nga para politika, dalim në politikë, të flasim politikisht. Sado që ishte një politikan, po themi, që elaborohesh mirë, flitë mirë, ndërtohet fjalit mira, nuk i largohesh dot, sepse kështu është ndërtuar partia e tij, që është Partia Demokratike. Beneti nuk ka pranuar të jetë i tillë. Beneti nuk ka pranuar kur që t'i shkojë kësaj parapolitike, të futet në konsum politik fjalësh, të acarimit të jashtëzakonshëm, sesa ka preferuar të vazhdojë atë punën që bën ai, ato investime, dhe mos të flasi shumë, që të dali për shembull te një rrugë dhe të flasi pafundshmërisht, i mërzisi njerëzit. Ja, bën punën e tij, kërkon të falur shpeshherë duke thënë që shiko, po punohet, me të vërtetë që po ja komplikojmë pak jetën, po ç'a të bëjmë tash, duhet ta bëjmë këtë punë. Dhe kjo shkon pastaj edhe për shtat palës kundërshtare, duke thënë shiko tash i kanë gjetë. Dhe që kur thonë, kjo është interesante shumë, janë projektet tona dhe po i bëjnë këta. Okej, nëse edhe kjo është parapolitike, edhe kjo është retorikë e vjetruar, stërvjetruar politike. Problemi është se pikërisht atë pjesë të atij elektorati i cili lëviz atë që quhet peshore politike të Shkodër, tashmë nuk e kanë as Partia Demokratike Sali Berishës, as të tjerët të cilët mund të ndikojnë në zvoglimin ose zmadhimin e saj, se sa e ka pronësi kryetari i Bashkisë së Shkodrës, drejtuesi i qarkut në Partinë Socialiste, që quhet Benet Beci. Është meritë e tija, personale, e sjelljes tija. Është sigurisht mbështetja e jashtëzakonshme që ka nga Edi Rama dhe nga qeveria shqiptare, nga ministrat edhe nga projektet e tyre. Kjo duhet diskutuar në përqindje, po praktikisht Benet Beci, me gjithë ndihmën sigurisht të kryeministit, se pa ndihmën e kryeministit nuk bëhen këto punë, ka elektoratin e tij lëvizës. Po lëvizës nga, do thoni ju. Lëvizës në peshorën, pikërisht aty ku është në bashki. Edhe bashkia sigurisht që e drejton dhe administron Benet Beci. Edhe ajo ka një krah politik. Dhe këtë përgjigje sigurisht nëse nuk e kanë mirë parasysh kundërshtarët politik. Pra ne them që duhet dalë në politike, jo në parapolitik. Në akuza horrori, të merë, dhe nuk e di se përdorin fjalë nga më të çmendur, atë krim, mafje, dhe e relativizojnë këto fjalë sa njerëzit pastaj mërzitin, thonë, ama kështu që nga mafja që punon rrugë, ose kjo është mafja që i hap kanalet, më rregullon më trotuarin. Kjo quhet mafje, s'është mafje, kjo është punë. Ose nuk e di, thot fjalë të tilla, si më thonë,
të cilat janë gati në një koncept primitiv, po që përdoren në politikë tash edhe politika ose parapolitika i ka, thonë gati të futesh në luftë me veten, kur i dëgjon, i thua, për mene ka ky, është e vërtet, a beson edhe atë që thot, dhe në malin e madh që përmbledh mbeturinave politika, sidomos ajo që quhet parapolitik, ajo pastaj përbën edhe zullumin e madh, jo ndaj e kundërshtarit politik, po zullumin e madh ndaj vetes. Bëhet një diçka e pakapërcyeshme që mbetesh vetë ti duke u ngjitur dhe duke mos mbritur kurrë në majën e tij. Dakord miqtë mi, Benet Beci ka pjesën e tij të jashtëzakonshme, të cilën sigurisht kundërshtarët politik nuk po e vlerësojnë mirë edhe nuk po bëjnë asgjë tjetër, përveç se sulmit, se nuk dinë asgjë tjetër, edhe një sulmi apostrofik të jashtëzakonshëm, por të çuditshëm, që nuk sjell dobi të madhe, duke kuptuar me vonesë është ai që ka disa çilca të sigurta të një elektorati lëvizës, dhe që sigurisht ai ka tashmë në mbrojtjen e tij, në kontrollin e tij, dhe ato kanë dëshirë të jenë sigurisht pranë tij, sepse ata shohin për ditë ndryshimin. Dakord miqtë mi?